Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitojë në kuvent një projekt ligj që detyron qeverinë që në rast krizash energjetike nga situata globale të marrë automatikisht masa për të mbajtur në kontroll çmimet e karburantit. Nisma vjen në kuadër të luftës në lindjen e mesme, që është reflektuar në rritjen e çmimit të naftës dhe ushqimeve. Këto mekanizma financiare që ne propozojmë po përdoren sot gjërësisht nga vendet e rajonit dhe ato të Bashkimit Evropian. Aktualisht, karburanti në Shqipëri, nafta, taksohet shumë rënd në nivelin më të lartë në Evropë. Rreth 60 deri në 65% të çmimit një litri nafte përbëhet nga taksat që mbledh qeveria shqiptare. Për krahasim, mesatarja në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 52%, ndërsa në shumë prej këtyre vendeve dhe vendet zhvilluara është nën 50%. Në vendet e zhvilluara të OECD-s, taksimi është edhe më i ulët, rreth 40 deri në 45%. Sot shteti shqiptar për çdo litër naftë me çmimet e sotme merr rreth 1200 lekë të vjetra mbrapsht. Me fjalë thjeshta, çdo qytetar paguan 1200 lekë të vjetra taks për çdo litër naftë karburant që konsumon. Duke bërë Shqipërinë një ndër vendet me barrën më të lartë fiskale mbi karburantin dhe si rrjedhoi me çmimet më të larta të karburantit në Evropë. Nën kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Eno Bozdo tha se nevojitet një mekanizëm detyrues që ndihmon shqiptarët dhe ekonominë kombëtare. Zbatimi i këtyre masave do të cilëte një ulje të menjëhershme të çmimit të naftës, nga rreth 2000 lekë për litër që shitet sot, në të paktën 175 lekë për litër, apo 1750 lekë për litër. Kjo do të ishte një ndihmë e madhe për qytetarët shqiptar, të cilët sot përballen me vështirësi të rënda ekonomike për shkak të rritjes së çmimeve dhe mungesës së paketave mbështetëse nga ana e qeverisë. Nga ana tjetër, propozimi ynë ligjor trajton edhe një aspekt tjetër të rëndësishëm që ka të bëjë me menaxhimin e rezervave strategjike të naftës, të detyrueshme sipas standardit të Bashkimit Evropian. Bozdo i bëri thirrje autoritetit të konkurrencës të monitorojë kompanitë dhe të ndërhyjë menjëherë në rast abuzimi me çmimet.